أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Çayo. Haberiniz? Mos u bëna se. Jabe pas kam porositë diçka shtëpisë me marr. Jabe, këtë në rregull. Mirë është. Jo se në qere u diktove diçka që mos ka ndodhur, pse ta të vetë, mos më kesh kupton. Jabe tamam punë. Jabe pas kam porositë diçka. Jabe, sidomos me familje. Mos fol diçka. Alhamdulillah shumë mirë, shumë raporte të mira këna. Po vallahi. Çaja më kryesore vëlla, se s'ka pasuri më të madhe se me konë me familje me I pas raporte të mira. S'ka më mirë. Tjera të ketë vonë. Deri ditën e sotit, mos foli. Mirë, deri sot mirë. Mirë në të. Shykër. Po qikë me të shyki? Në knaqi, vallah po rritët, mabet sa të dush. Qika të janë për babe, na. Enis. Vallah po. Dhe halat 2 vjetë gjithat mabet, s'po nalët. Shykër se vallaj bila që ato fëmi mus me konë shpia shprasur. Elhamdulillah që Zoti në ka falë fëmi, vallaj po. Mos vetë, vallah. Zoti kreti I Zoti, inshallah. Inshallah, mashallah. Ska. Pa tjetër e pas në me qu diçka. Që apet për shkëtën? Pa një beti, zbeti shko kry punë, këtu e në s'kam ku me ikë. Edhe qëto, unë I... So problem. Hajde dost. Hajde, nimi ma vanë Allah se... Dhe këshirë punë ti, se ban këtë mua bërë. Hajde Allah, hajde. Fal. Afrodita ka ndodhë nëjë, se me gjitha e shkryt me sa mesazhi, sa kërcënimia, çka të ndodhë? Çka u bo me ty? Qysh be çka u bo? A din çka. Hiq be mësëm hajde, edhe ashtu rruga që e bu. Rre rrugve, diq rrugve, ndash me shok, ndash me këndush. Mos be se pas qas Zotin, ma mirë mësë më prit në shpe se kuku për ty, ta dish. Pse, po tutësh që po të presa? Hiq mos ta nisë edhe ashtu kështu, mund këtë shpi më ke marrë në ty më t'i rujt 4 zidat. Muret më t'i rujtën e ty në shpi, apo? E po hajtë se e shofmi, pra. Hajde bre. Hiq mësëm hajde. Zotë. Me fajt vetin, këqyr, hiq mësëm hajde në shpi.
nisi, ku i dhe nisive, je gjallëve. Qishtë kam? Mirë, si je? Po dhe mirë veç Dole ti. pak? Po dole me thash shpiz bon, hazë pak. Do shta dal pak us. Me hezbe, çka më bë? Ani, mirë ke bo. Ti? Da? Ajde, valla mirë që dole pak e nune. A je për kafe? Ja, A dhe si kafe së pijet vetë, hajde se më zëva, dhe ashtu s'ku pa moti. Hajde, a mos ma prish. Kena më vanu, vazhdo. O, 5 minuta, valla, një kafe. Ama mos ma prish, se kafe vetë nuk pijet, valla, hajde. Mos ma prish, pa, shallah, hajde. Hajde sa më. Hajde më hej, zonomi, vllaz. Jo, hajde, hajde. Qërë thej edhe të ma nëzin jetën mu baba jotë për këto poshë zotit. Qubër del që atje? Aj qoti bën qefet e veta, unë këtu të ja këqyrë fëmin, bën ja bukë, unë aj me shok atje tuk, no, hajtë poshë zotit. Dhe si s'po dhja jam kujtestore, atë qka jam. Heq mos mi hapë sytë, hajtë del që atje? Poshë zotit. Se me konë marë e mirë, i shkonë shpit vetaj. Tullo, a e bëjna bo vlla se vallaj po ta punën, po veç së ta presha. Valla, shkojnë se edhe ashtu që më të sina pa, Mos vet, valla po mos dhe ta hupën vet. kejt. Kjereve, ta bojnë edhe në ditë moti për s'kina ta kështu me net dikon vet, e mana në i vilë, ti thina iskën, në kështu në kanë bomi Po, pak mërë, s'është problem. Ha? Po, mërë, Një natë kur ti dush. shkina dikon. E thirmi, kanë dush që e thirmi nuk është problem, dhe ashtu s'kena dorë modi me nejt dikon. Valla po moti s'kina dalin. Bashkë në kamar malë, jam beson? Dhe sa problem. Po, valla. Veç, diskutojnë, jo? Hajde ma vonë, a je i lirë ma vonë? Po, Do po i në lirë. ma vonë, jak një pari. Edhe, Sa po problem. s'kina ka bashkimi. E diskutojnë a këtë punë. Po, mërë, E s'është vendosmi për problem. me dalë. Kur dush, jo veç vendosë, veç më kaltoni ku dhe nuk është... Sa do të veç të? Le, Be. A erdhe, a? Pse? Së rëshe jashtë halomëre, qa gjë që erdhe? Se s'po shkon me nejt jashtë krejtë, edhe ashtu ftyrën s'po duhet apo? A din mësë më boti mu zhug në telefon një qëherë me më siguru? Unë po të buna zhug ty, a? A ne del mëre? Ti me më shkujt mu që është të fjallë në telefona? Del mëre, po del hop, mos ta shoh ftyrën heq. Heq Më edhe vësë ashtu. është kapi të rejfe, e di qka të bëj? Kam bre rri, po hajde mëre provoje. Se s'pe provon, hajde afro. Qëri be gojen? Hajde afro, s'pe mshele. Qëri be gojen? O hec s'pe mshele, a more vesh, hec s'po du me mshele, edhe ashtu del hop, s'po du më të po. Del, pse s'po del me hup dika. Ti kemi më kalëzu pishpis të imun me dalë me hupa? Po. Ti! Qëri mos mi apë sëjtëm të tanë? U la dorë. Ti mu ula dorë, a di qka? Qu kapiteshat. Paloj mirë, paloj edhe sytë mos me ti po. Apo a? Ama shpejt be shpejt E hec. ti po menon që unë Shumë nuk e hec, paja, shpejt. që me një herë, edhe ashtu nuk jëm lazëm më të po ty heq. A ki kishtë aty gojën ti? Prit be, prit be që pa gojët, prit. Prit, kena me thirë mamin. Po do, Po e nis, Afrodit që këtë po. kur gjë po rri. S'po muj mu kujdes për qikën. Po mu nusha. Edhe unë nuk moj valla. Nëse ti nuk e merr 30 javë me këshyra, aso nuk moj. Tash edhe jo më hinë punë. Çka dush më është me bo?
Edhe ashtu që shtu ke dasht, pa shkojrin. Çka po thu me çu një timore, edhe nuk e maltretojnë ma mirë. Edhe ti e lirë dhe çka dush ban, Qysh dush ban, ja unë Hesto, më interesan. Që ato 3-4 ditë muj me shku me marë, me këqyr, për ma shumë jo. Për ty çka bën ti shumë interesan. e po në regull, pra. Veç ta dish se nesër dush edhe ti me ardhen me nënshkrujt asë një timore. Se s'ma pranojmë veç vetë me çu. Edhe është sa është ma mirë kujdesim për ata, edhe nuk e maltretojmë. O, kri hajt. Çka po thu? Ani hajt se nesër shkojna. Okej. To. Heste babi. Bëra, këshire? Këshire këto? Bismillahirrahmanirrahim. Nga kjo që pam, nga epizodi, në jep me kuptu se kohën e fundit në shoqërinë shqiptare dhe në vendet ku na jetojmë, te 3 tonë dhe te 3 tona, elhamdulillah që ka bashkim, elhamdulillah që ka kuror dhe elhamdulillah që ka martesa. Edhe kjo është për të gëzuar. Edhe na i nxisim 3 tonë dhe 3 tona që ato vazhdimisht kur që vjen koha që sa më herët të bashkohen dhe të martohen, kjo do të jetë më mirë për ta. Por ajo që ka neve her pas here po na shqetëson rasti dhe na po na mërzitet zemra dhe shpirti kur shohim te 3 tonë dhe te 3 tona, sidomos në kohën e fundit, që s'ka qenë tradit dhe s'ka qenë adet të prindërit tonë, s'ka qenë tradit dhe adet të parët tonë, kurse në kohën e fundit, po shohim në shoqërinë ku na jetojmë, 3 tonë dhe 3 tona, si po martohen, diçka nuk i shkon në rregull. Si po martohen, diçka nuk funksionon si duhet. Për atë edhe nga ajo që pam, ndodh që në shoqërinë ku jetojnë shqiptarët, ku jetojnë muslimanët, me pasën divorce dhe me pasën ndarje të pakuptimta. Na nuk themi se në islam nuk ka divorc. Në islam ka divorc, por nuk është i pëlqyeshëm dhe puna më e urrëtur te Allahu është divorci, edhe pse është i lejuar. Por edhe kur ka divorce, duhet me pasën me sebeb. Duhet me pasën shkaqe për të ndarë. Mirë po, nga kjo që pa dhe nga shumë gjëra të cilat nuk kemi parë dhe kemi dëgjuar, sepse jetojmë me këtë popull dhe mundohemi këtij populli që a bëjmë hizmetin dhe t'i shërbejmë këtij populli, problemet të cilat ndodhen në familje, problemet të cilat ndodhen burr me grua, problemet të cilat her pas here ndodhen, problemet të cilat nuk kanë temë të caktuar, problemet të cilat janë të ngatruara, por të pakuptimta. Edhe mes këtyre trive, unë shpesh herë tham, vjen një ngacmim prej djallit, vjen një ngacmim prej shejtanit, që vetëm e vetëm ki i ri dhe kjo e re mos të jenë bashkë. E hala ma tepër, kur ata kanë qenë bashkë një kohë të caktuar dhe Zoti i gëzon me fëmijë. Momentin kur Allahu ti e të gëzon me fëmijë, duhet ta kesh parasysh se fëmia është një dhuratë e madhe prej Zotit,
që shumë kushi jep të holla dhe pare të mëdhaja dhe të majme, vetëm e vetëm ta ban dhe t'ja jep Zoti një fëmijë, por ja, Zoti ka sprovu. Momentin që na shohmi ndarje të pakuptimta dhe ndarje të cilët ndodhin në shoqërinë muslimane, sikurse edhe epizodën që e pam, na ju themi trive tonë dhe trejave tona të kenë kujdes se martesa nuk është një ditë, as nuk është 2 ditë. Bashkimi i një burrit dhe një gruas nuk është vetëm se që ata ta kënaqin epshin e tyre, por ato mes veti kanë disa obligime. Edhe kanë obligime në jetën e tyre. E sidomos kur ato Zoti i gëzon me fëmijë, obligimet janë më të tepërta dhe obligimet janë më të shumëfishuara. Momentin që ndodhin kasafyqe, momentin që ndodhin mos pajtime, momentin që ndodhin fjalë të cilët i jep burri, fjalë të cilët i kthen gruaja, fjalë të cilët i thot gruaja, fjalë të cilët ja kthen burri, njëri tjetrin nuk ka mundësi ta duron. Edhe pse burri është ai i cili është përgjegjës i familjes. Por nuk do me thonë se gruaja nuk e ka të lejuar të punon. Por momentin që nuk del ekzistenca, momentin që nuk dalin të ardhurat, i lejohet bashortës që edhe ajo të punon, që ta kenë një jetë më të mirë, ta kenë një jetë më të lumtur, e hala më tepër kur ato e ka një fëmijë përpara që Zoti ka gëzuar. Momentin që vjen kasafyqja dhe momentin që dalin problemet në shoqëri, të një burr dhe të një grua, dhe ato ndahen me ndarje të pakuptimta, ku mbetet fëmia? Normal, se ndarja ka ndodhur dhe do të ndodhë, mirë po ka emanet baba dhe ka emanet nana për atë fëmijë. Momentin që vjen kjo ndarje, dikush do të thotë, unë nuk kam kohë ta shikoj fëmijë, nana do të thotë, por edhe unë nuk kam kohë se jam në punë, baba do të thotë, unë nuk i kam ditët të caktuar, por tiket të caktuar, unë se kam obligim të jap të hollat për fëmijën, vetëm unë, por ke obligim edhe ti, edhe krejt këto fjalë në fund del që fëmia të jetë pa babë dhe fëmia të jetë pa nanë, edhe pse babën e ka gjallë, nanën e ka gjallë, por me një farë mënyre, sikurse mes mi pasën gjallë, edhe fëmia të rritet jetim. Çka është ajo më e keqja dhe më e rënda, që unë nuk duhet ta përmendi tani për juve shikues të nderuar, kur një prind, një babë dhe një nanë, nuk kujdeset për atë fëmijë, atëherë vjen adresa dhe të shkon ai fëmijë në domin e fëmijëve, në domin e jetimoreve. Kjo është më katastrofa më e madhe. Nuk ka mëkat më të madh dhe nuk ka gjëna më të madh për prindërit, sidomos për babën dhe për nanën, duke qenë ato gjallë, të shkon fëmia në dorën e tjetërkujt, të shkon fëmia në jetimore, të shkon fëmia në domin e atyre të cilët janë pa babë dhe pa nanë, atëherë ky mëkat dhe ky gjuna do të jetë shumë më i madh te Allahu Dhul Jalal. Por atë këshilla ime është sidomos në këtë muaj të madh të Ramazanit, ku Allahu Dhul Jalal e shlën rahmetin e vet, e shlën bereqetin e vet. Mundohuni ata kacafiqe të nderuar, ju vëllezër dhe motra, mundohuni që këto mosmarrveshje të cilët i keni në familje, për hir dhe për hatër të këtij muaji të madh Ramazanit që Allahu na i ka dhënë si një mysafir, që na t'i rregullojmë raportet tona familjare, t'i rregullojmë raportet tona me babën me nanë, t'i rregullojmë raportet tona burr me grua. Nëse dikush prej nesh ka gabu, le të kërkon falje. Nëse gruaja ka gabu ndaj burrit, le të kërkon falje. Por edhe burri nëse ka gabu ndaj gruas, le të kërkon falje, sepse na jemi njerëz dhe gabojmë, edhe nëse falim një tjetrin, edhe Zoti neve do të na falë, e na jemi gabimtar dhe mundemi të gabojmë, por Ramazani ka ardhur si një muaj që neve të na shpëton, edhe nëpërmjet këtij Ramazani neve të na pastron, e Allahu Dhul Jalal neve na fal. Kur na e nderojmë misafirin e Zotit, e kush jemi na mos të falim një tjetrin, e sidomos kur një çift, një burr dhe një grua, për problemet të pakuptimta ju kisha thonë,
por do probleme të cilat nuk mujt t'ju them se janë probleme, të vjen deri te ndarja, të vjen deri te divorci, e këtë rast të mbetet fëmia pa babë pa nonë, duke qenë fëmia gjallë, kështu që përmes me zgjat më tepër, unë lut Allahun dhul xhelal që në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të Ramazanit, gjitha të familje të cilët kanë ngacmime nga gjalli, nga shejtani, inshallah Zoti t'i udhëzon. Inshallah Zoti t'i mbarson. Inshallah Zoti për hir të këtij muaji të madh të Ramazanit t'i bën çiftet tona, trit ton dhe trejat tona, t'i udhëzon ka hajri dhe ka mirësia dhe të kujdesen për familjen, të kujdesen për veten, e sidomos të kujdesen për fëmijët e tyre, sepse fëmijët të cilët na ka dhuruar Zoti janë një emanet, e këtë emanet e kemi për obligim ta ruajmë deri në fund të jetës sonë, sikur si te ballit. Zoti ju shpërblet dhe nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ky projekt sponsorizohet nga Ramazan